Ju falenderit, ju si gazetar, se vetëm ju jeni në gjithë në çdo rast, në çdo moment. Ne sikur me pa vrall 10 vet, nuk duhet me bon çka kanë bon ndjemtar në vëllezërit tanë. Në mbrapa s'ka. 1908 më kalin, baba kam shpinë që i zënë, të kanë sot 118 vjet. Gjo Muhammed mos pronat e gjyshit e të pak. Jena revoltu shqip. Duhet edhe një gjë tjetër. Të bëjmë falënderim gjithë atyre që janë gjinu na për sot e na mbështet nga Malësia Male, shoqëni çdo lloj nije që është na për ne sot. Edhe shumë kanë bërë për të ardhur. Të gjithë kanë bërë të ardhur. Na jena 10 kalamaj, të tonja shtetit jena. Vetëm mund jetoj këtu në Shqipëri. Të gjithë kanë bërë të ardhur. Nëse ma vjen i ke gjithë. E deri në fund që do të shkojmë kësaj proteste. E në fund me fitu na, jo me fituaj. Në rrallë parë ju falenderojmë juve si gazetarë që qëndroni afër nesh në këto ditë shumë të vështira, siç e shihni vetë, na arrestojnë te toka, shkojmë te toka jonë, na arrestojnë sikur na u kena zënë tokën aty ne, jo ata neve. Na bien komisariat çdo ditë ka 15-20, na bojnë presion mrena do të lëshojmë sot që mos të vini nesër. Pa ata nuk e dinë se na do të vim nesër, mas nesër dhe çdo ditë derisa të fitojmë drejtën tonë, sepse jena në pronat tona, në pronat gjyshit dhe stërgjyshit. Këta kriminela na trajtojnë sikur e kena zonë na tokën. Fatmir Shpeza me Bashkimullën falsifikojnë dokumenta dhe paguajnë shtetin për me na kërcënua dhe me na marrë në një mënyrë të jashtëzakonshme me na shoqërua. Na bllokojnë makinat, si me na pengu, me na bën presion sikur mos kena me çfarë marrë matë tokat. Por na nuk do të ndalna ditën që të fitojmë drejtën tonë sepse jena në pronat tona dhe do ta mbrojmë me çdo lloj mënyre. Ose kërkojmë nalën volime, do t'i drejtojna gjykatës, do t'i drejtojna prapë spakut, do shkojmë aty ku gjejmë drejtën tonë. Jemi gjithë çunat e ri, na bojnë me makina për slet. Sot e keni pa vetë se çfarë është bën. Tu grevllash çunat e ri, pleqt. Nuk pyesin a janë pleqt, a janë çunat e ri, a janë nërmosh. Sot një djalë nërmosh e kanë dhunu. Kushini, nuk e di ku ndodhet, shiko, vetëm kape kamera pak se ç'a bëhet. Shteti nuk ka shteti që kena na, a shteti që ka pagu Fatmir Shpeza me Bashkimullën. Se po t'ishte shteti që donë çdo qytetar, nuk do t'ishim në këtë gjendje. As na, as ma Shqipëria që janë çunë në protestë.